Përshëndetje, unë jam Tringa Krasniqi, sot do të prezantojmë temën CPU-ja, Central Processing Unit, struktura dhe funksionet. Dhe kjo kolega ime Elsa Baftia. CPU-ja është njësia qendrore e përpunimit dhe konsiderohet si truri i kompjuterit. Është përbërës i rëndësishëm i një sistemi kompjuterik sepse ekzekuton të gjitha instruksionet që i jepen nga programet dhe kontrollon funksionet e pajisjeve tjera. CPU-ja ka 3 detyra kryesore. Si detyrë e parë është me i përpunu dhonat, merret me operacionet matematikore, do me thonë mbledhje, zbritje, gjithashtu edhe operacionet logjike. Gjithashtu ajo kontrollon sistemin, i koordinon komponentet tjerë të kompjuterit që janë RAM-i, hard disku dhe pajisjet dalëse dhe hyrëse, siç janë ekrani, teri, tastiera e tjerë. Gjithashtu ajo bën edhe ekzekutimin e instruksioneve. Secili program në kompjuter përmban instruksione, që do me thonë se CPU-ja i lexon instruksionet dhe gjithashtu edhe i zbaton ato. Është e rëndësishme të tregojmë se nga çfarë përbëhet CPU-ja, sepse edhe pse fizikisht është një çip i vogël elektronik, ka brenda saj njësitë e rëndësishme, siç janë Arithmetic Logic Unit, i cili kryen operacione matematikore dhe logjike. Control Unit dërgon sinjale kontrolluese dhe regjistrat, pra janë memorit e shpejta brenda CPU-s që ruajnë të dhëna përkohësisht. Çdo gjë që ne e bëjmë në kompjuter, nëse hapim ndonjë program, klikojmë ndonjë ikonë ose luajmë ndonjë lojë, e gjithë kjo përkthehet në një instruksion ku CPU-ja i lexon këto instruksione dhe i zbaton ato. Do me thonë, pa CPU kompjuteri nuk do të mund të funksiononte. Se CPU-ja është si një punëtor i shpejt i cili i merr këto dhona, i rishikon ato dhe pastaj edhe i zbaton. Arithmetic Logic Unit si njësi e kompjuterit është njësi aritmetike logjike. Ajo kryen operacione matematikore që janë mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi, gjithashtu edhe operacione logjike me konjunksionin, disjunksionin, negacionin e tjerë, gjithashtu edhe merr vendime në bazë të krahasimeve matematikore. CPU-ja Control Unit quhet njësia kontrolluese që kontrollon çdo proces që ndodh brenda CPU-s. Pra mund të themi sikur menaxheri që udhëheq punëtorët. CPU-ja kryen funksione të ndryshme, si lexon instruksionet nga memoria, dekodon ato, dërgon sinjale kontrolluese, koordinon rrjedhën e të dhënave. Regjistrat janë vendi më i shpejt ku ruhen dhona, do me thonë që regjistrat janë shumë më shpejt se RAM-i. Në regjistra ruhen vlerat përkohshme, ruhen komanda që kanë mu zbatu, gjithashtu rezultatet e cilat dalin nga ALU-ja. Regjistrat janë shumë të rëndësishëm, pasi që ata janë shumë të shpejt edhe bëjnë CPU-n me funksionu shumë më mirë. Gjithashtu instruksionet që i marrin regjistrat, ato bëjnë që mos me pas vonesat mëdha, do me thonë shërbejnë si mjetet punës për ALU-n edhe CPU-n. Pra, ti përmendim edhe llojet kryesore të regjistrave, të cilat janë program counter, instruction register, memory address register, memory data register dhe accumulator. Gjithashtu, CPU-ja përmban edhe magjistrale, përmes të cilave duhet me kalu informacione. Do me thonë, magjistralet janë rrugët fizike, të cilat gjenden brenda kompjuterit, që shërbejnë për transportimin e dhonave, sinjaleve edhe instruksioneve. Do me thonë, mujna me imagjinu si një autostradë, përmes të cilave kalojnë instruksionet. CPU-ja përdor 3 lloj magjistraleve: data bus, address bus dhe control bus. Data bus përcakton shpejtësinë e përpunimit, pra 8 bit, 16 bit, 32 bit dhe 64 bit. Pra data bus është kanali që transporton të dhënat reale midis CPU-s, memorjes dhe pajisjeve të tjera. Kur CPU-ja bën një mbledhje, ato shkojnë në ALU përmes data bus. Address bus i transporton adresat e memorjes, pra tregon vendodhjen e dhënave që CPU-ja dëshiron me i lexu edhe me i shkru. Nëse CPU-ja dëshiron me ditë vlerën e cila ndodhet në një adresë caktuar, për shembull 09010, address bus i tregon cilën qeliz duhet me lexu edhe me shkru. Dhe si përfundim, kemi magjistralin e kontrollit, pra e cila transporton sinjale drejtuese, pra ju tregon komponentëve çfarë të bëjnë, si read, write, clock, interput dhe reset. Asnjë komponent nuk do të dinte të filloj ose të mbaroj.